Qëndrimi nga Ferizaj. Qëndrimi nga Ferizaj. Apo? Përshëndetje Eli tyje. Faleminderit shumë. Nuk se ma shumë të simpatizon shumë. Nusën ma përshëndet shumë. Edhe kjo tyje me përqafem për të përshëndet. Edhe shumë prej meje, edhe i thu bashkëshortës më telefonu, sepse unë zonat që i kemi i dua shumë edhe di që janë gratë zonja shumë për këtë arsye dhe e them. Kush bashkëshortja? Kjo afer aty, të slet ajo me mua. E kam bashkëshortën mësuesi po me punë të Bajramit. Mirë, s'po e ngacmojmë. Jo, na trego ti, pra na flet ti. Hajde. Ne në Ferizaj shkojmë formi sabon, formi Bajramin. Po? Vim në shtëpi, bëjmë në shtëpisë Bajram. E mira e kësaj se mblidhëm me vllaznia me së bashku me nuse, me fëmijë dhe drekën e Bajramit hajmë së bashku. Krejt bashk familjar mblidheni ende. Kjo vazhdon gjithmonë kështu apo vetëm ndajmë Bajram kështu për festa? Jo, e kem zakonisht, po për festa diçka pak mama dhe ashtu ma special. Sa mirë. Edhe në Kumshir ende kem traditë që dalim edhe e festojmë me shumë kënaqësi. Bëni Bajram, po. Po shumë. Me axhallar pastaj edhe shkojmë te Dajallar dhe ma gatë. Po veshjes i kushtoni kështu rëndësi gjithë familja? Po veshjes shumë, domethënë babën e kemi ende. Po? Me katlik baba dhe me djemt së bashku edhe pse fëmijët tash kanë agjëru edhe me shumë kënaqësi e kemi bledhë këtë veteshat e Bajramit. A sa mirë. I kam palu në dhoma si ne këtë në herë. Apo, a janë gëzu të paktën? Po janë gëzu, janë po që janë gëzu. Po, shumë mirë, shumë mirë. Po mundohemi mja shpjegu edhe atë kënaqësinë që kemi pas ne. Bravo, shumë mirë. Zotrit, falenderoj shumë për telefonatën, i bëjt fala bashkëshortës, edhe mos e lem u lodh shumë në këtë Bajram. Jo, pini